Zbulohen votat e momentit për finalen e madhe të Big Brother VIP edicioni 4, çudit renditja. Finalja e madhe e Big Brother VIP Albania 4, e cila do realizohet me 19 prill, është drejt fundit. Tashmë Ledion Liço ka zbuluar se janë edhe detajet e fundit, të cilët po punohet ditë e natë për të bërë një spektakël madhështor. E madje do ketë ndryshime në finale, teksa do jenë 2 skena, ku njëra do mbushet plot me fansat e personazheve. E duket se pas skandalit midis Joze dhe Gjestit, edhe në sondazhet e realizuara, kjo vetëm e ka sjell më lart Gjestin, teksa duket se nga burimet e brendshme të Big Brother VIP, si çdo vit kanë rrjedhur edhe votat këtë edicion, se si janë deri më tani. Gjesti ndodhet në vendin e parë, edhe pse ishte më së e pritshme, megjithatë, dhe diferenca me vendin e dytë, Rozana, është goxha e ndjeshme. Gjesti renditet në vendin e parë me 318.737 vota, teksa duket se do thyej rekordin total që mori Luizi në edicionin e dytë. Në vend të dytë është Rozana me 227.009 vota deri në momentin e tanishëm. Teksa çudia ka ndodhur për vendin e tretë, kur të gjithë po prisnin lajërtin, duket se deri më tani e avantazhuar ndjeshëm është Egli. Ndoshta ndikim ka pasur dhe dasma me Gjestin, por edhe dinamikat me këtë të fundit, herë bashkime, herë ndarje, teksa Egli deri më tani ka marrë 131.508 vota. Në vendin e fundit është Lajërti, i cili nuk ka arritur të shkojë deri më tani në 100.000 vota, duke mbledhur 97.637 vota. Duket se dhe fansat e Gjestit janë organizuar për këtë finale për ta shijuar fitoren e këngëtarit Pejan. Edhe stresi nga ana tjetër ju ka bërë thirrje të gjithë fansave të Gjestit që ta shohin nga lagja e tij e më pas të shkojnë të marrin fituesin në kashar.